Të gjitha kutit e votimit pjesë e qarkut Tiranë do të rinumërohen. Vendimi u mor nga Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve pas kërkesës së dy anëtarëve, Elvis Çefa dhe Ledio Braho. Vetë kodi zgjedhor njeh të drejtën që kur dy anëtarë të KAS kërkojnë rivlerësim votash, atëherë procedura është automatike. Me kërkesë të dy anëtarëve të KAS-it do të bëhet këshyrja e kutive të fletëve të votimit për qarkun Tiranë. Vendimi për rihapjen e 1282 kutive të votimit dhe rinumërimin e votave erdhi pasi në KAS u shqyrtua kërkesa ankimore e Partisë Demokratike për shpallje të pavlefshme dhe përsëritje të zgjedhjeve parlamentare në qarkun e Tiranës. Ende nuk ka një vendimarrje se kur do të zhvillohet procesi i rinumërimit të votave në të gjithë qarkun e Tiranës, nga ku dalin më shumë deputet. Sipas rezultatit paraprak në Tiranë, Partia Socialiste fitoi 19 mandate, koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore 13 mandate, Partia Mundësia 2 mandate, Partia Social-Demokrate, Nisma Shqipëria Bëhet dhe Lëvizje Bashk nga 1 mandat. Më herët Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve vendosi të rrëzojë kërkesën e Partisë Demokratike për shpallje të pavlefshme dhe përsëritje të zgjedhjeve për qarkun Kukës. Si të pambështetur në ligj dhe në prova. Në argumentin e tij, Ilir Osmali tha se detyra e KAS nuk ka qenë të përcaktoj a ishin të vërteta apo jo të gjitha faktet e parashtruara nga Partia Demokratike, por identifikimin e fakteve që mbështesin kërkesën për pavlefshmëri të zgjedhjeve, por faktet nuk dolën. Ne duhet të verifikonim nëse provohej vërtetësia e tyre. Pas kësaj duhet të verifikonim se sa dhe si këto të fundit kanë ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve. Ky komponent ka shumë rëndësi, sepse siç e përcakton kolegji zgjedhor në një nga vendimet e veta të dikurshme, nëse nuk provohet dot ndikimi mbi zgjedhjet, gjithçka mbetet në kuadrin e një hipoteze. Vendimi ynë nuk mund të bazohet mbi hipoteza, duhet të bazohet mbi prova. Për ne nuk ka rëndësi kë kemi përballë, për ne ka rëndësi çfarë kemi përballë. Me këto linjë arsyetimi ne kemi marrë vendimin tonë. Gjithashtu në mbledhjen e kësaj të njëjtëje, KAS ka vendosur rihapjen e 44 qendrave të votimit të qarkut Dibër për të rivlerësuar votat preferenciale në listën shumëemërore të koalicionit Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Ndërkohë me shumicë votash, KAS vendosi të rrëzojë kërkesën ankimore të Partisë Demokratike për shpallje të pavlefshme dhe përsëritje të zgjedhjeve në qarqet Korç, Lezhë dhe Gjirokastër.